Ka filluar të zbatohet edhe në praktik marrëveshja parazgjedhore mes koalicionit Vlen dhe kreut të ri të qytetit të Shkupit Orse Gjeorgjevski për emërimin e drejtorëve shqiptar në disa ndërmarrje publike të qytetit. Kësaj ushtrues detyre drejtori ndërmarrjes publike komunale Parqe dhe Gjelbrime është emëruar Muamer Seferi nga koalicioni shqiptar Vlen. Për këtë kanë njoftuar nga ndërmarrja publike Parqe dhe Gjelbrime përmes një postimi të shpërndarë në rrjetet sociale, përmes të cilit i kanë uruar realizim të suksesshëm të ideve dhe projekteve të reja Seferit. Muamer Seferi është emëruar në pozitën ushtrues detyre drejtori NP Parqe dhe Gjelbërime Shkup. Drejtori të ri i uroi më suksese në punë dhe realizim të suksesshëm të ideve dhe projekteve të reja për përmirësimin e cilësisë së mjedisit jetësor në qytetin tonë, në interes të të gjithë qytetarëve. Me njoftim pas marrjes së pozitës ka dalë edhe vetë Seferi, i cili në rrjetet sociale ka thënë se kjo detyrë përfaqëson një besim të madh dhe një obligim serioz për të punuar me përkushtim në shërbim të qytetarëve dhe interesit publik. Mes tjerash, ai ka falenderuar edhe krerët e Vlenit. Jam i bindur se me punë të ndershme, menaxhim efikas dhe bashkëpunim institucional, do të arrijmë rezultate konkrete në përmirësimin e hapësirave të gjelbra dhe shërbimeve publike në interes të qytetarëve. Në mënyrë të veçantë, shpreh mirënjohjen time të sinqertë për kryetaren e lëvizjes Besa, Bilal Kasami, si dhe për krerët e koalicionit Vlen për besimin e dhënë. Përpos ndërmarrjes publike Parqe dhe Gjelbrime, drejtor shqiptar sipas marrëveshjes dypalëshe pritet të ketë edhe ndërmarrja publike higjiena komunale, pozitë të cilën pritet ta merr LD-ja e Izet Mexhitit, e cila është pjesë e koalicionit Vlen.